qof që ka pëndodhë me mu, sepse kjo rruga tjetër nuk i garanton që nuk do të preket. Pra, Rama është para dy opcioneve. Opcioni parë, me dorëzu Belindën, edhe që shtatëqimi edhe opozita edhe këta tjerë që dojnë po vetëm e ekspozon vetën, po kjo është edhe matutje si mas meje, që më thonë, jo krejtësisht e njohër. Opcioni dytë është me vazhdu kështu, po në prapë mendoj që kështu prapë Roma e ekspozon vetën. Dhe më thonë, duke qenë izolum për Bashkimit Evropian. Pra, nuk pajtohem me... Ekspozimit politik dhe ekspozimit ndaj drejtësisë, a i zjetë ekspozimin politik. Ekspozimi politik ja vjen pastaj shiko. A i ka frikë nga drejtësia? E po tash, çështja është kështu. Është vërtet që ka frikë nga drejtësia, po ekspozimi politik ka me ta sjell një ekspozim të drejtësisë në formë të hakmarrjes. Sepse ekspozimi politik i fuqishëm, le të themi radioaktiv që mund të bëgon shkatërrues, hap rrugë për gjana që ndodhin rrugë pastaj. Pra, edhe kjo nuk është saglom që ti nuk kime u përball me një lloj drejtësisë. Ato pastaj kanë dorë, mjetet e represionit dhe kontrollit. Pra ai mendon, kjo është e vërtet. Nëse pra ai mendon që nëse unë jap rrugë drejtësisë për Belindën dhe krijoj precedentin, do vi tek unë. Sepse dosja e Belindës praktikisht flet për anë. Do vi tek unë. Atë çfarë bëjmë? Ta mbyllim te Belinda, mos vi tek unë. Ekspozimin politik i do të bëhe, e lobojmë. I vëmë spagut kufit ligjor, që edhe nëse ata që spakun e këshillojnë, ose po themi i japin direktivat spak, që janë ndërkombëtarët. I thonë që të mos sulmoj mua, sepse po bëjmë pengesë, të mos kenë mundësi ligjore të vinë deri tek unë, pra ndryshojmë kodin e procedurës penale, kodin penal më vonë, bëjmë një paketë ligjore të re për drejtësinë që të mbrohet kryeministri. Vëmë precedentin që parlamenti nuk ta jep imunitetit dhe atëherë kemi një mburojtje të plotë me drejtësisë që as ndërkombëtar dhe as pagu nuk mund ta bëj. Kemi vetëm problemin politik. Problemin politik e lobojmë thotë. Si gjithmonë. Mirë po. I themi pak Sorosit, i themi pak tjetër, pak Tony Blairit, pak Jacques Attalis. Këtë është problemi. Pak Dalenus, pak ti. Rama për dallim prej Vučićit Elton e ka pas një përparësi prej Vučićit. Përparësia kryesore ka qenë politikan, le të themi, cute, simpatik për mediat liberale evropiane, si Guardian, ose amerikane. Pra Rama për dallim për Vučićit. Vučići vazhdimisht i referohen lideri autokratik, lideri korruptuar, lideri Rama për Shqipërinë mundën më thonë që kultivon trafik droge gjitha. Por Rama nuk ka pas cilësime në këto media. Rama nuk është qujt diktator, Rama nuk është qujt të ky rrafshi mediave. Deri dje. Sot është... E po tash, prandaj po thamon. Kjo është momenti kur tash kanë prova. Domethënë, unë prap e kam fatin mi dasht këto media, domethënë BBC, CNN, Guardian, pse ta që janë pak ma alt-right, nuk i dojnë, po unë i respektoj. Edhe janë media të afërta me Bashkimin Evropian, me këtë konjunkturën e Bashkimit Evropian. Pra, këtë që ka i mungon Ramës. Pra, Rama dhe i tash ka qenë, si me thonë, kryeministri piktor, i ka josh me këtë aspektin e artit. Tash kjo merë fund. Rama ka shumë si basketballistë se si piktor. Edhe si piktor. Jo, ka punuar, ta marim, Guardian është një gazetë që në Britani është më pranë laboristëve. Po. Alistair, Tony Blair... Alistair Campbell ka shkruajtur si sportist Ramën te libri i tij. Se si piktor në fakt. Po edhe tjera, ta stajmas. Në Gjermani, po që ka mbjell, ka rritur të mbjell, në përmet disa media serioze që Guardian, ka rritur të mbjell një farë të mirë për vetën në Europë. Dhe cila sot është dukur, Frankfurt Allgemeine Zeitung ka shkruar ai Michael Martensi. Ka shkruar para 2 vjetësh që Rama do ishte më mirë se Pashiç. Nëse të kujtohet. Po, dieti. Që kur bëri Ballkani e hapur dhe insistonte Ballkani e hapur. Që ishte një rrym që në Gjermani ai kur doli Bildi e bllokoi. Dhe pastaj në këto revistat e mëdha të Hamburgut, të 2 revistat kryesore, i bëri për vete që bëri ato interesat që i shërbihen shumë për imazh, sepse ai punon shumë për imazh. Por ama ndërkohë që me Macronin ka një misi shumë të madhe, Le Monde e masakroi. Dhe televizioni, së di çfarë televizioni francez ishte, që bëri për trafikun e drogës, që i quajti narkoshtet për herë të parë. Pra, domethënë, nuk ka mund ta mbajë në kontroll të gjithë panoramën mediatike europane, se është shumë diversive. Mirë, por nuk e ka pas profilin që e ka Vučić.
Vučić ka qenë shumë... Profili ka qenë, profili ka qenë shumë i mirë se i Vučić. Shumë i mirë se i Vučićit. Vetëm unë kam një pyetje, zot Buzhala. Thej që mori një mandat të ret për arsye të opozitës. Tani kam komentin tim, pasaj t'jap. E ka marrë, absolutisht. Shiko, çështja e opozitës dhe mënyra e sjelljes me opozitën ishte një projektim i Ramës me kohë për të mbajtur pushtetin. Edhe kjo që thuhet tani që opozita është shumë e shpërndar ose nuk ka alternativë, edhe këto janë ideologjia e Ramës për të vazhduar për inerci. Në botën perëndimore, ku ne kemi kontaktet tona, po shikojnë që po thyet edhe kjo gjë. Dihet që është një fabrikim i bërë nga media për krahasit e nuk përkthehet në rezultate. Jo, për krahasit e tyre që duan të bëjnë një ndarje dhe një krahasim, sepse ndoshta lideri i opozitës nuk është alternativë dhe prandaj të mbajnë më mirë Ramën. Nuk është e vërtetë. Ja unë po të them që edhe në qendra vendimarrëse po rikthehen te mendimi, ashtu siç e tha edhe miku im Abilekaj sot, në takimet më shumë kishte kryetari i opozitës, doktor Berisha, se sa kryetari i parlamentit, që vjen një institucion kryesor i shtetit shqiptar. E njëjta gjë po ndodh edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por çfarë po bëhet kjo? Kjo e para është një propagandë brenda për të bërë ato alternativat e tyre që shiko nuk ka alternativë, më mirë të mbajmë këtë sepse alternativa tjetër është. Duhet të themi një gjë. Berisha e provoi veten në atë ndryshimin e pushtetit në 2005. Kishte dyshime në atë kohë. Në 2005 u tregua partner me amerikanët dhe me europianët me besimin e plot që ky ishte njeri. Mas paku që a i gjetën Berisha tani e provokuan ata se erdi burokrati dhe i tha neve na i dha Rama që duhet dënojmë me ato intervistat e gazetarëve shqiptar, më falë që edhe ti mund t'i kesh në njëri nga ta. Ambasador, t'ja vetëm një shembull. Tani, o të ndajmë, o jemi autokrasi elektorale, o jemi demokrasi. Ne që kritikojmë, ose gjithë, që në pak të naqëm në opozitën, a e di, opozita shqiptare, opozita kryesore, Partia Demokratike, në ditë më të keqe sot,